Jemi rikthyer në studio për të vijuar më tej programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe sigurisht ora shënon 7:04. Thë ndryshe kemi nisur pjesën e dytë programit dhe nuk mund të vijoj më tej pa ndjerë dhe pa kuptuar se si do t'jetë dita jonë në aspektin e planeteve dhe për të 12 shenjat e horoskopit. Dje në fakt pam letrat tarot, nuk e dim se me çfarë do të vazhdojmë sot, megjithatë na mbetet vetëm t'i themi mirëmëngjes Yzgen Dautit, mirëmëngjes Yzgen. Mirëmëngjes Yzgen. Shkëlqyer. Më mirë. Shefi, jeni bërë shumë bukur sot, nuk e di klas. Nga mesi e lartë. Faleminderit. Horoskopi i mirë kur ju del ju jep më shumë sharm, duket. Po jo, ku doli mirë dje për shembull për peshorën, ishin 3-6 e djallit. Nuk lidhet gjithçka me horoskopin. Po ndoshta edhe ti vendoset ajo është djallin me këtë pamje sot. Ndoshta. Lidhet edhe me të pasurit para. Nëse ke para, mund vishesh bukur, nëse s'ke. Aty është Terezia kryesore. Duket se kush ka më shumë. Vjen sy vetë. Dhe unë i mbaj dyert të hapur për të ardhur akoma dhe më shumë. Kush bën sikur s'ka edhe kush ka. Na trego pak se do jemi me financat Yzgen se s'po mbanë. Ja sot kemi horoskop sot. Se tarot njëherë në javë bëjmë. Se tham për financat, se financat vetëm te taroti dalin? Jo, edhe ka horoskop patjetër, po të shohim nëse e keni këtë aspekt të ditë apo jo. Keni ndonjë planet në dem, ndonjë ascendent në një gjë në dem, jo? Të ascendent jo, po ja të shohim çka kemi në dem. Në tek tuk. Nuk e dia kemi gjë në dem. Demat kanë lajme të mira për financat. Hajde. Super. E rëndësishme është që nga brenda familjes. Po, brenda territorit. Okej, nisi me shenjën e dashit përpara. Shenja e dashit është duke i marrë gjërat më shumë seriozisht këto kohë dhe po merret me gjëra thelbësore që kanë jetë, siç mund të jenë çështjet e punës, çështjet pronësore, çështjet familjare, kështu që është një periudhë shumë serioze. Mund të themi që mund të jetë një periudhë ku ndihet edhe më shumë monotone se kurrë, sepse ka shumë angazhime, punë dhe përgjegjësi këto ditë dhe çfarëdo lloj çështje që mund të lidhet me ndihmën familjare që mund t'i kërkojë familja, me angazhimin e lartë që duhet t'japi në punë dhe mbi të gjitha me çështjet e dokumentacionit apo të pronave që mund të ketë gjyqje apo thjesht shpritje procedurash. Kjo është pikërisht periudha ku mund t'i marrë zgjidhje situata, por domosdoshmëri, stresi do jetë shumë i lartë edhe ndjesia e madhe e të qenurit shumë i përgjegjshëm këto kohë do jetë shumë e lartë. Kështu që dashët priten që të bëjnë vetëm gjëra të rëndësishme këto kohë dhe të mos dalin nga këto lloj kornizash. Kalojmë tek shenja e Demit, e cila hyn Venusi në shenjën e Demit dhe për këtë arsye ka lajme të mira financiare, ka lajme të mira lidhur me në radhë parë sharmin që do fitojë, bukurinë që do ketë dhe magnetizmin që do ketë tek njerëzit. Do jetë shumë tërheqës në këto kohë, do tërheqë shumë fansa, shumë adhurues, do marrë shumë ftesa për date, takime dhe deklarata që lidhen me anën romantike dhe dashurinë. Kështu që të gjithë demat do e shijojnë maksimalisht këtë periudhë dhe Venusi në Dem zjat diku ke 25 ditë, kështu që 25 ditët e ardhshme do jenë me bekime nga ana e dashurisë për Demin. Njëkohësisht Venusi jep edhe shumë bekime financiare, një periudhë ku merr dhurata, një periudhë ku shpërblimet janë pak më të larta, fitimet janë më të shumta dhe e ndjejnë atë ndjesinë e kënaqësisë dhe ndjesinë e luksit nga fitimet financiare, por edhe nga vendet ku do e shfrytëzojnë kohën dhe do shijojnë. Një periudhë e mirë udhëtimesh, një periudhë ku mund të vizitojnë vende të bukura në çift dhe do udhëhiqen nga e bukura dhe ushqimi mirë mbi të gjitha, sepse edhe ushqimin e kanë shumë të rëndësishëm. Dhe zakonisht kur hyn Venusi në një shenjë e bekon atë shenjë me gjëra të mira, të shijshme dhe gjëra që le të themi vetëm shijohen. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, kjo është një periudhë ku deri diku është duke zbuluar misionin e saj të vërtet, është një periudhë shumë ekzistenciale, viti i tyre po mbaron, po përfundon dhe ata po bëjnë një rezume të gjithë ngjarjeve, eksperiencave, çfarë fituan dhe çfarë humbën dhe çfarë mësuan mbi të gjitha, sepse kryesorja që mbetet pas një viti intensiv, ata që mbeten janë mësimet që merr, sepse mbase lidhjet kanë ikur, janë kthyer edhe
ikin e vinë, do me thënë, parat ikin e vinë po ashtu, ata që mbeten janë frekuencat, energjit dhe fitimi i imunitetit lartë që binjakët kanë fituar pas një sër sfida që kanë pasur. Megjithatë, mendoj që këtë vit ata e mbyllin si fitimtar dhe ata kanë dalë të fituar me veten e tyre, pa çka se që mund të kanë bërë njerëzit. Kështu që të gjithë binjakët që po i bëjnë këto rezume, do e ndajnë më së miri se kush ja vlen dhe kush jo në jetën e tyre dhe do ecin me parime më të qarta, më të shtruara dhe më të sakta tani e tutje, sepse do nisin një vit të ri astrologjik, ku ata do varen nga të tjerët, do varen nga ndihma që do japin të tjerët, do e ndajnë kohën e tyre me njerëzit e zemrës, do e ndajnë intimitetin me dikë që duan, do hynë në jetën partnerore, jetën në çift, jetën ku ata do kenë harmoni me dikë tjetër, do nisin bashkëjetesë dhe po ashtu do jenë në një periudhë ku financat do jenë shumë të rëndësishme, do mbledhin shumë burime financiare dhe binjakët deri diku do rregullojnë një pjesë të madhe të jetës së tyre, paska se këtë vit kanë qenë komplet një shpirt i lirë. Kalojmë tek shenja e Gafores. Për shenjën e Gafores kemi momente shumë të rëndësishme, por jo të jashtme, momente me rëndësi të brendshme, sepse janë ata vetë duke u ndjerë ndryshe, po ndjehet ai sensi i transformimit, po fillojnë të ndryshojnë energjinë kolektive të gjithë njerëzve, sepse po vjen viti i Gaforës dhe ndjeshmëria ka një tjetër ndryshim, pra kanë një lloj optimizmi dhe një gjë e madhe pritet të vijë për Gaforët, dhe Gaforët e ndjejnë këtë gjë, por nuk e dinë ende se çfarë është. Mendoj që për të gjithë ata që e kanë ndjerë, le të themi, vuajtjen për diçka të caktuar, është pikërisht ajo gjëja që i ka munguar që do i vi. Por janë duke hyrë në një rrugtim të ri dhe po mbyllin një rrugtim të madh, kështu që le të themi që Gafori është në fazën e përshëndetjeve, fazën e mbylljes së kapitujve, faza ku mund të jenë duke lënë një punë shumë vjeçare, një stres shumë vjeçar, një marrëdhënie toksike shumë vjeçare, pra çdo lloj gjëje që deri diku e shikon se Gaforës nuk i vlen më dhe je duke ndryshuar. Por një pjesë e mirë që do kenë një lloj ecurie të vrrullshme në karrierë, do jenë duke e ndjerë dhe do e kenë nisur këtë gjë, qoftë edhe një muaj më përpara, projektet e reja, planet për verën, fitimet e reja, kështu që kemi dhe Gafore që e kanë ndjerë deri diku vitin e tyre që në pranverë. Pa çka se kjo gjë shënon nga data 9 qershor e tutje. Gjithsesi, Gaforet nuk mund të kenë një përcaktim të saktë në dashuri, apo në financa, apo në karrierë, sepse supozohet që në vitin e tyre çdo gjë nis nga e para, dhe mënyra se si do nisi do jetë individuale. Çdo dashuri e re do ketë specifikat e saj, çdo punë e re do ketë po ashtu karakteristikat e veta, dhe për çdo Gafore do jetë ndryshme, kështu që nuk mund të themi se çfarë do arri, por mund të themi që çdo gjë që ka merituar do filloj ta marrë. Kalojmë tek shenja e Luanit, është një periudhë për Luanin që ka dy anë të rëndësishme. Në termin e muajit, në termin e kësaj periudhe, me Marsin në shenjën e tyre, ka një vrull të madh pune, aktivitet, fluks dhe angazhime të shumta, dhe ata po punojnë maksimalisht dhe po lodhen aq shumë për të pasur një sukses dhe fitime të shumta. Por nga ana, le të themi, më e përgjithshme, nga ana shpirtërore dhe për gjithë vitin që vijon, Luanët do hynë në periudhën e pushimeve. Kështu që Luanët do i kemi duke marrë leje, duke marrë pushime, duke marrë raporte, duke tentuar të shkëputen pak nga realiteti, janë në vitin e shlodhjes shpirtërore dhe nisë më në fund ai viti ku vjen karma për çdo gjë që bëjnë, si të këqijat, si të mirat. Tani Luani ka një faturë dhe do i përgjigjet çdo gjëje, dhe për të gjithë të mirat që ka bërë, padyshim që kjo gjë do i kthehet. Është dhe po ashtu një vit ku suporti maksimal do jetë nga të tjerët, pra ata nuk do jenë më në rolin e atit që mban përgjegjësi për çdo gjë dhe rolin e atit që duhet të bëjë çdo gjë vetë, por tani do ketë njerëz rreth vetes që do i bëjnë gjërat për ta dhe do ketë një suport maksimal për të gjithë ata që kanë një partner. Është pikërisht periudha ku ata do marrin njohjen dhe partnerin që meritojnë dhe kanë merituar për kontributet e dhëna për 12 vjet. Tashmë Luani do ketë vetëm karmën, vetëm shpërblime, vetëm njerëz që besoj do tentojnë të bëjnë mirë Luanit, dhe nëse ka armiqësi të fshehura apo armiqësi që dalin në pa, janë padyshim histori të vjetra dhe të akumuluara ndër vite. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës, le të themi që janë një shenjë që çdo gjë e marrin në jetë seriozisht, por
më seriozisht se i morën gjërat në 3 vitet e fundit, nuk do i marrin më, sepse do ndihen më të lirshëm në jetë dhe më të gatshëm për të qenë, le të themi, vetvetja, për të qenë të pakujdesur, do e kenë, le të themi, luksin për të dalë nga kornizat dhe nga rutina. Përvizhereshëm po fillon të mendoj më së shumti për financa dhe për çlirimin financiar, dhe kjo është synimi i parë që Vizheresha do arrijë në këtë periudhë, të çlirohen nga pengesat financiare, nga shpenzimet e tepërta, nga fitimet që vijnë gjithmonë të limituara. Tani Vizheresha do fillojnë të fitojnë për te kufive. Çdo gjë që vjen ekstra, si një punë ekstra apo si një mundësi ekstra për të fituar më shumë, do jetë diçka që përveç se do jetë ekstra, do jetë afatgjatë, do jetë diçka që do e ndihmoj për të ardhmen, diçka që e çliron nga pengesat e shumta financiare dhe do ndihen shumë të bekuar si ky muaj deri në një vit rresht Vizheresha do kenë vetëm arritje shkallë dhe realizim ëndrash për të gjitha destinacionet që kanë ndërruar të arrijnë. Çështjet e dokumentacionit, vizat, pasaportat që kanë pritur të marrin, po ashtu çështjet e punës dhe shkelja e tyre në kompani që mbase kanë ndërruar për një kohë gjatë të shkeljen dhe të arrijnë, arritja e një certifikimi, një trajnimi, profesionalizmi i lartë që do arrijnë, kështu çdo gjë që do e bëjnë në këtë vit do jetë pro karrierës dhe pro lartësimit të tyre në nivel. Kalojmë tek shenja e peshores. Për shenjën e peshores, kjo është një periudhë kulminante që do e mendojnë ata për punë dhe karrierë, është periudha ku ata do mendojnë se po afrohet momenti ku ata po gjejnë edhe burime të tjera se ku mund të shkelin për të riforcuar karrierën e tyre, dhe janë momentalisht plane të bëra dhe takime të bëra me një ide të qartë dhe të caktuar. Planet që peshorja ka, edhe pse mund të jenë plane në ajër, janë plane që në këtë verë do realizohen një nga një. Çfarë do lloj synimi që të vendosi për të shkelur diku dhe për të bërë impaktin maksimal në karrierë, dhe në çfarë do lloj, le të themi, partnershipe ose bashkëpunime që ata kanë në plan dhe persona që duan të afrohen për të arritur diçka, për të forcuar emrin e tyre në karrierë, do jetë po ashtu diçka e realizueshme brenda kësaj vere. Çfarë mund të vi papritur, mund të jenë përgjegjësi të shumta në karrierë, përgjegjësi më të larta, sepse me pozicionet më të larta vijnë dhe përgjegjësitë, do kenë kulminacionin e vetes, dhe çfarë mund të jetë e papritur, mund të jenë edhe shumë përgjegjësi nga ana familjare, gjëra të papritura që mund të ndodhin. Duhet të jenë të kujdesshëm ndaj shpenzimeve që janë të papritura, sepse ashtu siç do kenë fitimet, ashtu do kenë dhe shpenzimet, dhe do jetë një, le të themi, një balancë e paevitueshme, sa më shumë të fitojnë, aq më shumë do shpenzojnë. Kështu që peshorët duhet ta krijojnë më së miri balancën dhe të kujdesen për të ruajtur financat sa më mirë, sepse paçka se do fitojnë shumë, nëse nuk e ruajnë mirë vendin që do kenë, padyshim që do kenë probleme më vonë. Kalojmë tek shenja e akrepit. Për shenjën e akrepit pritet që të kenë plane të shumta fitimesh, promovimi dhe financiare, kështu që do jenë në verën e promovimit, të gjitha gjërat që janë bërë në përpasken, më në fund do dalin në dritë, fitimet që kanë pritur të marrin do merren, parat që kanë pritur të vinë do vinë, projekte të mëdha që priten të lançohen dhe të publikohen këtë verë do publikohen një pas një dhe do bëjnë një zhurmë ende më të madhe se çfarë ata e kanë pritur. Nismat e biznesit do jenë në kulminacion dhe në sukses maksimal. Kështu që të gjitha krepat do kenë verën e tyre, vitin e tyre, që do jenë bashkë me gaforën dhe peshqit, do jetë viti ku ata do ndihen më të bekuar se kur, më të ndriçuar se kur, do kenë një sens të ri misionin e jetën e tyre, një fluks i madh pune, paraje dhe ecurie në karrierë, dhe mbi të gjitha një fluks i madh i dashurisë, pra që do të thotë takime, propozime, romanticitete të shumta, dhe një verë ku ata do ndihen qendër e vëmendjes, dhe padyshim që do i hiki pak ai sensi i lartë i privatësisë që kanë, sepse akrepat janë shenjë shumë private, por vëmendja e tepërt dhe magnetizmi që do krijojnë do jetë padyshim i pashmangshëm. Kalojmë tek shenja e shigjetarit. Për shenjën e shigjetarit është një moment i situatave kulminante. Një moment i situatave kulminante lidhur me punën dhe ndryshimet e punës. Kanë një kohë të gjatë dhe një periudhë të gjatë që mendojnë si të zgjidhin komplikacionet që ata kanë në vendin e punës. Dhe tani vjen momenti i zgjidhjes. Mund t'i propozohet një zgjidhje brenda për brenda punës ku ndodhen, por do i propozohen edhe punë të reja jashtë territorit të punës ku ato janë.
Ndaj është një moment ku ata duhet marrin vendime rrënjësore dhe kulminante lidhur me kontratën që do firmosin dhe me punën që do zgjedhin, sepse do jenë një varg opsionesh për ta, por padyshim që ata do zgjedhin atë që e kanë më komode dhe që atë lloj pune që kanë imunitetin më të lartë për ta mbajtur sa më mirë. Kështu që paçka se si vijnë situatat, shqiptari do bëjë zgjedhjen e duhur dhe për këtë nuk duhet të ketë shumë dyshime. Por për dashurinë mund të themi që më të fituar janë ata që e kanë pasur tashmë një lidhje dhe kjo lidhje shkon drejt një bashkëtese, shkon drejt ndarjes hapësirës së përbashkët dhe burimet dhe resurset financiare që do kenë do i ndajnë në çift me njëri tjetrin dhe do bëjnë plane të përbashkëta. Pra mundësia e shqiptarëve do jetë më së shumti në çift se sa individuale, kështu që le themi që ata që e kanë pasur një marrëdhënie sa vinë dhe po e konsolidojnë. Por nuk mund të themi që është periudha më e mirë për ata që janë beqar, sepse ata që janë beqar do i duhet një kohë shumë e lartë për të bërë zgjedhjen, sepse do jenë një periudhë ku do jenë shumë selektiv dhe shumë egocentrik të angazhuar në gjërat e tyre personale. Kalojmë tek shenja e Britsjapit. Për personat e shenjës së Britsjapit nuk mungojnë asnjëherë streset financiare dhe streset familjare, sepse ata janë shenjë të tillë që stresojnë shumë këtu e shumë muaj përpara, por tani do jetë një periudhë ku njerëzit do vendosin për fatin e tyre. Pra jeta e tyre do udhëhiqet më shumë nga ndihma që vijnë nga marrëdhëniet e krijuara, partnershipet, bashkëpunimet, njerëz që i kanë bashkëpunëtor në vendet e punës dhe mbi të gjitha njerëz dhe miqësi që i kanë premtuar të ndihmojnë në rrugtimin e tyre në punë dhe karrierë. Kështu që çdo gjë që Britsjapi do arrit tani e tutje do ketë pak mik brenda, do ketë pak ndërhyrje njerëzore, do ketë ndihmën e dikujt, do ketë suportin e njerëzve që e rrethojnë, suportin e atyre që Britsjapi ka ndihmuar dhe ka investuar në të kaluarën. Është le të themi një payback i karmës, një rikthim fature dhe një rikthim hesapi nga të tjerët dhe do jetë pikërisht në momentin e duhur dhe në kulminacionet ku Britsjapi do ketë më shumë nevojë. Por kjo nuk do thotë që është një gjë e keqe, është një gjë e mirë sepse ashtu siç kanë bërë mirë për të tjerët, ashtu dhe kjo gjë do i kthehet. Po ndonjëherë fati i mirë dhe karma mund të kthehet edhe nga njerëz të panjohur që dalin në skenë dhe i vinë në ndihmë Britsjapit. Kështu që mund të jetë një sfidë e re, të mësojnë se si të jenë deri diku të varur nga të tjerët, të bëjnë një punë që mbase nuk e kanë shumë të sigurt të ardhmen, por duhet të jetojnë dhe të punojnë shumë për të tashmen, për të siguruar vetëm të tashmen, dhe do fillojnë të kenë punë që lidhen me fluksin e së tashmes, jo të së nesërmes. Prandaj do mësojnë më shumti se si të shijojnë jetën dhe të jenë produktiv sot për sot dhe se çfarë bëhet nesër të jetë një risk i ri për ta. Por një ndryshim i madh në konceptin se si Britsjapi do e shikoj punën, karrierën e Curin dhe se si do i bëj planet, sepse mbase nuk do e ketë fare mundësinë për të bërë plane, sepse puna e tyre do ketë vetëm të papritura, të mira dhe të këqija padyshim. Me rëndësi ka që do zgjidhin çështjet gjyqësore, çështjet dokumentacioni dhe çështjet pronësore do jenë shumë favorizuar në këtë drejtim dhe një miqësi e gjerë që do i ndihmojë këto në drejtime dokumentacioni dhe drejtime gjyqësore. Por gjithsesi pa harruar pjesën e dashurisë që ka një periudhë të rëndësishme, martesash dhe fejesash, konkretizimit të lidhjeve dhe të gjithë Britsjapët që vuajnë nga lidhjet abuzive, këtë verë kanë vetëm ndarje dhe divorce, kështu që mos t'i vi keq, por disa funde janë ndonjëherë të paevitueshme dhe marrëdhëniet që nuk janë më të shëndetshme apo le të themi të destinuara për të qenë aty për të marrë mësime apo për të qenë lidhje karmike, tashmë vjen fundi i këtyre karmave dhe mësimeve që jeta do japi her pas here Britsjapëve dhe kemi ndarje të paevitueshme të çifteve që janë thjesht çifte momentale. Kalojmë tek shenja e Ujorit. Për shenjën e Ujorit puna po merr një sens të ri dhe le të themi u lodhën dhe kontribuan dhe bën maksimumin, por po shohim që shpërblimet më të larta për Ujorin do vinë nga njerëz të ri, punë të reja, njohje të reja që nuk e kanë pasur idenë që janë aty, por që kanë qenë një, le të themi, njohje të domosdoshme dhe nuk e kanë ditur që i kanë pasur të nevojshme. Po vjen çdo gjë e mirë dhe çdo bekim që Ujori meriton, që duhet ta kishte marrë me kohë nga vendet ku investoi, po vjen dhe po fillon t'i marrë nga territoret e reja, vendet e reja, punët e reja dhe bashkëpunimet me institucione të ndryshme.
Kështu që ujorët le themi që do gjenë ngrohtësinë shpirtërore, suportin maksimal, do marrin meritat e tyre, do vjetë në pa talenti që kanë dhe do nxjerrin sërish talentin e tyre, por në territore më të sigurta tashmë, jo duke e bërë për promovim, për misi, falas, apo pa shpërblimin e duhur dhe pa i menduar mirë kushtet e duhura. Tani ujorët do kenë kontrata për gjërat që do bëjnë dhe çdo gjë që do bëjnë do e kenë të sigurt, të mbrojtur edhe nga universi, por të mbrojtur edhe nga ligji. Kështu që le të themi që më në fund vjen dita edhe për shenjën e ujorit dhe vjen ajo ditë ku nuk mund të themi që është maksimalja, po është nisja e një rrugtimi të mirë dhe një rrugtimi drejt suksesit më të lartë. Dhe kalojmë tek shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, kjo është vera më romantike që mund të presim dhe është vera më e zjarrt, më kulminante, më sharmante, aty ku flirti do jetë edhe, si thojnë, në vrim të miut. Pra kudo që të futeni, kudo që do shkoni, do e shihni se sa tërheqës jeni bërë dhe keni krijuar një aura shumë të fuqishme dhe të tjerëve. Do i tërhiqni njerëzit si magnet, po jo vetëm në anën romantike, do i tërhiqni edhe për talentet që keni, do i tërhiqni edhe njerëzit që kanë një potencial për të ndihmuar në karrierë, do i tërhiqni njerëz që punojnë për diçka të caktuar dhe do kenë nevojë për talentin tuaj. Pra, është një periudhë ku ju promovoni vetëm pa dashje, ju reklamoni pa dashje, njerëzit ju nxjerrin imazhin tuaj me apo pa dashje me qëllimin që ju të merrni një zgjerim më të lartë të emrit tuaj. Është një verë që padyshim nuk do mungojnë shfaqjet, nuk do mungojnë skenat, nuk do mungojnë ftesat, nuk do mungojnë eventet. Është, le të themi, një periudhë shumë intensive që do filloj tani afër për ju dhe ju thjesht do e shikoni vetëm pas 3 muajsh që kjo gjë nuk ka pas të ndalur. Por do hidheni nga një territor në tjetrin, nga një projekt në tjetrin, nga një udhëtim në tjetrin, çdo gjë do e konsideroni shumë momentale, por do ketë energjinë e bukur sikur po jetoni jetën në një film. Kështu që aty do jetë aksioni, romanca, pak dram, se padyshim pa dram nuk shkohet. Kush rriken me xhaketën në plazh? Se ta do jesh tërheqës me xhaketën me syze. Po mund të jetë dhe trupi tërheqës, nuk i di. A thua, ja, pa kështu duke më bukur unë besoj. A ju ktheve palestrës? Po, jam kthyer. Tani, çdo gjë ka shpërblimet e veta. Ti kthehesh me të jesh në forum, janë 2 gjëra shumë të ndryshme. Se di kam parë atë Betbanin që është peshk, kam parë që ka bërë një reklam për një brand shumë të njohur. Base ti e bën në Shqipëri që e peshk. Amin. Yzgen, faleminderit për gjitha detajet që ndave me nesër për këtë 12 shenjave të horoskopit. Ju falenderoj shumë. Ditë të mbarë në vazhdim. Bukur, shkojmë në pak reklama, kthehemi për të bërë prezantimin e temave që do të kemi kënaqësinë të kemi të ftuarit në studio dhe mirëpresim Mario Merhorien dhe Claudia Muratajn.